Zotë Çanak, mirë mbroma. Kisha dy pyetje për ju. Si ka ndodhur me kompaninë NIS që, sidomos gjatë viteve të tranzicionit të ish Jugosllavisë, nuk ka investuar në pjesën e infrastrukturës dhe në pjesën e depozitimit, që në periudha si këto mund të ndihmonin në kohën e ndryshimit të aksionerëve? Kjo është pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë lidhet me një fakt. Zoti Vučić premton për zgjedhje në maj ose në dhjetorin e vitit të ardhshëm. Në rast se kriza e NIS-it do të zgjasë shumë, pasojat do të jenë shumë të mëdha për qeverisjen e tij. Kemi pa njohuri të zotit Vučić me situatën, apo po i shpëton situata nga duart? First of all, Russians Si fillim, Rusën e morën NIS-in për vetëm 400 milion euro, dhe këto 400 milion euro janë të barabarta vetëm për sasinë e naftës të marrë nga tokën, sepse ne kemi fushat të ndryshme në Vojvodina. Pra të marra nga toka brenda një viti. Pra edhe një herë kjo ishte diçka politike nga ish qeverit të Pushtinat dhe Boris Stanić. Pra kjo nuk është asgjë e re, pasi rusët për dekade dhe Karamela kanë dashur që të kenë kontroll të sektorit energjetik të Serbisë. Po ashtu ata donin një treg dhe një makineri për të pastruar parat. Diçka të tillë donin, nuk është se donin të investonin në fund ditës, pse të investonin. Ata kishin nevojë për ndikim politik, nuk kishin nevojë për të investuar në ekonomi. Dhe lidhur me pyetjen e dytë, lutem mund ta përsërisni? Po. Duket që është mendje shkurtësi e zotit Vučić që cakton zgjedhjet ose për në maj, ndërkohë që situata me NIS-in do rëndohet jashtëzakonisht për Serbinë. For Serbia. Kjo nuk ka për të pasur një ndikim tek çështja e zgjedhjeve, sepse qëllimi i tij i vetëm është që të zgjati sa më shumë që të mundet zgjedhjet, sepse qëllimi i tij kryesor është pjesa e Expos. Sepse kjo Expo që ka për të ndodhur ka një vlerë për 18 miliard euro. Lojrat olimpike në Francë kushtuan 8 miliard euro, ndërkohë ky aktivitet kushton 18. Pra mund të kuptoni se çfarë vjedhjeje mund të jetë ky aktivitet që do të organizohet. Dhe ata duhet të marrin pjesën e tyre në ato 18 miliard euro. Dhe ata nuk është se duhet të jenë në pushtet në mënyrë që të jenë në kontroll të Serbisë, por komplet pjesa lindore e Serbisë është shitur kinezëve, kur rusët po ashtu janë duke kontrolluar edhe një pjesë mjaft rëndësishme të ekonomisë së Serbisë. Pra, kur të përfundojnë me këtë vjedhje, me parat e cilat vinë nga huat, të cilat janë marrë nga jashtë, ata do të jenë të gatshëm për të dorëzuar pushtetin, sepse nuk do të jenë më drejtuesit e Serbisë, do të jenë bashkëpronarët e Serbisë. Ky është plani i tyre në fakt. Po. Dhe kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme që ta heqim Vučićin sa më shpejt që të jetë mundur, në mënyrë që të ndalim këtë vjedhje dhe të shikojmë se çfarë dëmi mund të ruhet, si mund të i ulim sa më shumë dëmet e mundshme. Po, zoti Çanak, doja të vazhdoja me një tjetër element të rëndësishëm të kësaj bisede, e cila ka të bëjë me protestat në qytete të ndryshme të Serbisë. Ajo që perceptohet tani është që intensiteti dhe nervi i këtyre protestave ka ardhur duke u fashitur. Ju, si e shpjegoni këtë, një tjetër triumf i presidentit Vučić në jetën e brendshme politike?
Jo. Actually, all that is Në fakt, e just gjitha a kjo simple fraud. është thjesht një mashtrim, Because he is sepse importing from, ai është duke Republika importuar Srpska, nga Republika Montenegro, Srpska, nga from Malizi, Kosovo, nga some Kosova, voters which are, disa votues voting të with the cilët false janë duke IDs, votuar me these kartë identiteti areas falso where, në këto zona të ndryshme, he needs, to show ku to ai his own, do t'i tregoj electorate elektoratit të vet se ai është i fortë, është i pushtetshëm. Dhe ka plot njerëz në ndërmarrje të ndryshme shtetërore në Novi Sad kryesisht u detyruan që të ndryshoshin vendodhjen e tyre, banesën e tyre për zgjedhje vendore të cilat morën pjesë përpara një jave. Dhe për një ditë, vetëm për një ditë, ata u bën qytetarë të qyteteve të ndryshme në Serbi ku u zhvilluan këto zgjedhje vendore. Dhe tani më ka rreshte të gjata përpara komisariateve të policisë, ku ata janë duke pritur në radhë për të ndryshuar sërish adresën dhe ta vënë sërish në Novi Sad. Pra, ai është duke përdorur të gjithë metodat e mundshme në mënyrë që të mbaj imazhin e tij e një personi të pushtetshëm në Serbi, por praktikisht ai do të humbiste çdo lloj zgjedhjeje pa mashtrime. Po,